Fshati Burnik në Ferizaj, i rrethuar me male e gjelbrim, në rreth 700 deri në 800 metra mbi nivelin e detit, Burniku sot rri qetë, pothuajse i heshtur. Dikur në këto troje kishte jetë, o gjaqe që nxirrnin tym, o bore plot zëra me njerëz që e donin vendin e vet. Por mungesa infrastrukturës, rrugëve, energjisë elektrike e kushteve për jetesë i lodhi banorët, me dhimbje u detyruan që të largoheshin, duke lënë pas shtëpi bosh e kujtime që nuk u shuan kurrë. Edhe pse pa banor të përhershëm Burniku nuk është i vdekur, tokat tashmë janë të gjitha në shitje dhe shpresa po rikthehet dal nga dal. Bujtina po ndërtohen si një përpjekje që t'ja rikthejnë shpirtin këtij fshati. Këtu natyra flet vet, ajri i pastër, qetësia që ta qetëson shpirtin, pamjet e bukura e që të mbesin në mendje. Burniku është vend që t'i prek ndjenjat, vend që të fton që të rikthehesh, me e fillu prap dhe me i dhanë edhe një shans jetës.